Hipertensioni po vret në heshtje, madje edhe mosha të reja. Studimi më i fundit ka treguar se 31 deri në 35% e moshës 18 vjeç e lartë bëjnë tension të lartë, por as që e dinë dhe as se kurojnë atë. Prevalenca e hipertensionit po një gjithmonë e më tepër rritje. Në moshën 65 vjeç mbi 60% janë hipertensiv dhe në moshat e reja, edhe kjo është shifra alarmante, mbi 18 vjeç 31 deri në 35% e popullatës është hipertensiv. Megjithatë, ajo që ngre alarmin sot është që pjesa më e madhe e popullatës nuk e din që e kanë hipertensionin, është një shifër alarmante që ndoshta shkon edhe mbi 70-80% të popullatës mbi 45 vjeç nuk e din që e kanë atë. Por cilat janë dëmet që shkakton tensioni i lartë i pakuruar tek të rinjt? Nxit riskun që ky pacient të manifestojë sëmundje kardiovaskulare, që nga infarkti i miokardit apo insulti cerebral, të manifestojë sëmundje renale kronike, që të dyja së bashku pastaj ose edhe të treja krijojnë premisa për rritjen e mortalitetit. Por kur ky hipertension zbulohet hershëm dhe natyrisht merren dhe gjithë këto masat parandaluese që janë të rëndësishme, hipertensioni është plotësisht i kurueshëm. Ekipi i mjekësisë interne në ndërtimin e shefes së shërbimit, profesoresh Margarita Gjata, ka dalë në terren për të ndërgjegjësuar popullatën dhe kryesisht të rinjt të mbajnë në kontroll stresin si një ndër shkaktarët kryesor të tensionit të lartë, por edhe të orientohen drejt një stili jete të shëndetshme. Ndërgjegjësojmë që në radhë të parë të ushqehet shëndetshëm dhe ky ushqim i shëndetshëm të vazhdojë për një kohë të gjatë, të nxjisë aktivitetin fizik për të reduktuar peshën, të modifikojë stilin e jetesës, të reduktojë kripën, të reduktojë stresin i cili është i lartë, të ndalojë duanin dhe të stapojë alkoolin. Të ketë parasysh 3 elementë të rëndësishëm, jo vetëm zbulimin e hershëm, por edhe kontrollin e saktë të shifrave të tensionit arterial,